parakoshme në shtator Ju besoni se ky është synimi komunalet. Po menoj, çka do që është gjithçka për pos në interes të qëtij shteti. Edhe ndoshta mas mirë ti është me u kthy le t'i bojnë ish partitë opozitare ofertë vetëvendosjes javën e ardhshme, dakordohen për dasë zgjedhjeve të reja, që ajo le të çon dakordimin e konstituimit të kuvendit edhe shpërbërjen e kuvendit. Na nuk mundemi Ky ka fitu zgjedhjet, ky duhet me i bëjë institucione. Na nuk mundemi Në momentin që flasim çto, po i shpërndan përgjegjësi edhe partive tjera. Dhe parti tjera nuk janë përgjegjëse pse ky nuk i ka numrat për me kriju institucionet. Parti tjera... As ky s'është përgjegjës, është... Jo, ky është për... Vota e njerëzve... Jo, ky është përgjegjës. Jo, demokracia jonë, nëse je nën 50%, detyrimisht me fol po flas si vot, ki me fol me të tjerët për t'i kriju institucionet. Pa po flasin me individ, pra, këto është problemi. Nëse me këtë gjuhë, ne kemi me fajsu dhe parti tjera. Ja, s'kemi me fajsu. Fajtor është veç partia që i ka fitu zgjedhjet, e cila kundërshtar politik i konsideron lëp gjalla, dhe kam pa njerës që ato? Dhe natyrisht, kam pa njerës, që njerës kam pa gjithë shka, kam me pa edhe shumë shka. Ky nuk dënë as me kriju institucione, as me punu. Po këtë Kosova po e shë këtë sen? O funksionon me logjik blokuse. Po këtë Kosova po e shë këtë punë, që s'po dënë me kriju as kuvend, as qeveria, as policin në shesh me nalë punën. Policin e kanë zirë në shesh me nalë punën. Në një projekt zhvillimor, me shumë vrejtje, unë kam vrejtje për atë projekt. Kanë zirë policin. Anë zirët policia me nalë punën, kur aty ki konflikt administrativ. Derisa ki konflikt administrativ... Po fani se kur ti kanë zirë policin? Se kush janë zirë ata? Gjelaj. Kush janë zirë ata? Policia ka vendosur t'i shkojnë ndim inspektoriatit. Jo, dëgjëm. Ky rast, shtyjen institucionet në konflikt administrativ në gjykat. Ti ke vendosë mi anal punën, shumë mirë, po vazhdan a i kundërlidhshëm, e qënë kallëzimin penal. Ne, e qënë padin në gjykat. Nëse gjykata vendosë, këta vazhdojnë me punu, në kundërshtim me vendimin e gjykatës, krymë vepër penale. LDK-ja nuk e bën këtë gabim. Ju kujtohet rruga A, kur e blokun njëjtën formë. Njëjtën formë, kam. Njëjtën formë e blokun, projektin e rrugës A, për disa muj. Ditën që është vendosë masa e sigurisë, Komuna e Prishtinës ka thonë, e nalim punën, e respektojnë vendimin, shtyjemi në gjykat. E kam fitu me gjykat, mas disa mujve ka rifillu puna. Nuk del policia në kësi situata. Ky është tu ushtru autoritet policor mbi kundërshtarët politik dhe mbi të tjeret. Ky është ushtrimi autoritetit policor. Sepse ky do shtet policor njërë që ti friksaj njerëzit edhe ti majnë në kontrol. Ka njësë fushatave? Cila është rruga për para? Rruga për para, si mas meje, në fillim, këto, pahine këtë blokad, kam thonë që me qenë si këto parti, unë e kësha votu KD që e propozon, dhe unë e kësha kriju qeverin. Këto është ideja, me kriju qeverin edhe ti me jetës për para. Nëse këta po dojnë blokad, dhe prap me fajsu të tjeret për blokadin që e shkaktojnë vetë, kjo është gabim. Kjo është gabim edhe prej neve nëse ne themi, hajde të shkojmë zgjedhje, sepse kështu nuk shkojët për para. Jo zëtni, ke fitu zgjedhjet, apo? A je i pari, po. Ti nuk je jaftë me kriju